Sot do të ndalemi tek Mateu kapitulli 6 edhe vargu 6, ku thuhet: "Por ti kur lutesh, hyr në domën tënde, mbyll derën, lutjo atit tënd, i cili është në fshehtësi, dhe ati yt, i cili është në fshehtësi, do të shpërblej hapës." Është interesante që Perëndia ynë nuk kërkon për neve që neve të bëjmë gjërat për të dukur. Madje edhe në marrëdhënien me njerëzit, ne vetë si njerëz e kuptojmë që kur njerëzit e tjerë miq tanë, shoqëria, kur bëjnë gjërat për të dukur, por në realitet nuk janë të vërtetë. Edhe Perëndia këtë dëshiron që neve të jemi të vërtetë, jemi me gjithë zemër me Perëndinë dhe për Perëndinë. Isha po dëgjoja një kuriozitet, i bën një intervistë një avokat shumë të njohur në Amerikë, ose shumë suksesshëm, se ka shumë. Ky ishte domethënë punonte vetëm kryesisht me divorce. Edhe 50% e divorceve që kishin ndodhur, mbas 5 vjetësh çiftet ktheheshin përsëri bashkë dhe rimartoheshin së bashku. Edhe ky avokati shprehute një mendimin e vet personal, tha, përtej tha profesionit, unë mendoj, tha, dhe besoj, tha, që njeriu, tha, dëshiron të japi dashuri dhe të marrë dashuri, pra, të fali dashuri dhe edhe të marrë dashuri, dhe këtë ka nevojë, tha, që ta bëjë gjithkohës. Ashtu edhe me Perëndinë, neve shpesh herë në rehatin tonë, në qetësinë tonë, në gjërat tona të përditshme, neve edhe mund të harrojmë për Perëndinë. Por e vërteta është që në vështirësitë tona neve kërkojmë Perëndinë. Neve shpenzojmë kohë me Perëndinë, pra ose ofrojmë lutjemi Perëndisë. Edhe ajo çfarë është më interesante dhe më e bukura është që njerëzit shpenzojnë kohë në lutje kur kanë vështirësi, kur kanë problem. Kjo është ajo për që duhet vlerësuar. Neve si njerëz kemi këtë lloj tendence, pra, që të kërkojmë Perëndinë në vështirësitë tona. Po në momentet tona më të mira, më të qeta, ai kërkojmë neve Perëndinë. Edhe ky është një moment për gjithë secilin prej nesh, ku neve kërkojmë që të kemi një marrëdhënie me Perëndinë në një përtej, kur duam, pra, që të kemi një marrëdhënie me Perëndinë, çfarë bëjmë neve? Ose shumë njerëz mund të mendojnë edhe për këtyre gjërave, apo ku është Perëndia, apo Perëndia nuk ekziston. Edhe kjo është një problem që neve e mendojmë çdo ditë. Por ama një nga filozofët e mëdhenj që mendonte dhe që ose si thua, mbështeste ateizmin në ulë, ishte Freudi, edhe në një nga ato shkrimet e tij të arta, tha, njeriu është i predispozuar për të kërkuar një fuqi të mbinatyrshme, për të ndërhyrë në problemet e përditshme të tij, ose edhe për të ndërhyrë në padrejtësitë që i ndodhin çdo ditë. Pra, shkencëtarë të ndryshëm kanë dalë dhe kanë ardhur me konkluzionin që neve si njerëz e kemi në genin tonë, në ADN-n tonë, që të kërkojmë diçka të mbinatyrshme. Pra Perëndia siç thua, nga ana teknologjike, ky telefoni ka ardhur integruar me këtë program, ose ky kompjuter është integruar në sistemin e vet. Edhe ne e kemi të integruar në sistemin tonë këtë gjë, që të kërkojmë Perëndinë. Por puna është për neve, çfarë bëjmë ne në momentet tona të heshtjes. Ka momente në jetën e njeriu kur fjalët e gjithëve bien sikur të ftohtë, mbi zemrën e lodhur. Predikimet e bukura, falënderimet e gjata, lutjet e zhurmshme, të gjitha mund të mbeten në sipërfaqe, nuk deportojnë. Një lloj si shiu mbi gu. Jezusi flet jo me njerëz të pabes, por me dishepuj që tashmë besonin. Lutja kishte filluar të bëhej të shfaqe. Vjen ky varg që neve sapo lexuam dhe thotë: "Hyr në dhomën tënde të fshehtë, mbyll derën edhe lutju Perëndisë." Pra kjo është një ftesë për të rikuperuar diçka shumë njerëzore dhe shumë hyjnore njëkohësisht. Qetësinë e të qenit vetëm me Perëndinë. Edhe farisejt në vetvete ata nuk ishin njerëz të këqij. Madje shumica prej tyre vërtet besonin. Dinin shkrimet përmendësh, agjeronin, jepnin të dhjetën, pra ofronin tek shporta kontributi, por kishin rënë në grackën më të hollë të besimit. E kishin bërë lutjen mjet për vlerën e tyre shoqërore. Lutja kishte bërë rrugtimin nga zemra drejt Perëndisë te sytë e njerëzve. Madje shumë prej atyre farisejve luteshin me fjalë të mëdha, edhe luteshin dhe me zot lart. Të lutem, më dëgjoj lutjet e mi. Edhe pastaj rrihnin kraharorin e tyre se sa të drejt ishin përpara Perëndisë, se çfarë ishin duke bërë për Perëndinë, se çfarë kishin kaluar. Vargu më përpara tek Mateu 5 thotë: "Kur të luteni, mos bëni si hipokritë. Mos kërkoni pra ti bëni gjërat për të dukur, sot Perëndia." Perëndia nuk fton edhe një herë që të jeni profetar. Nuk kërkon njerëz këta. Po kërkon që të kenë njerëz që duan të kenë Zotin në zemrat e tyre. Bëhet për gjithë secilit prej nesh, duke marrë çdo lloj vendimi, duke u
paraqitur përpara Perëndisë vet personalisht, ti nuk mund ta ikonosh dikë tjetër, madje edhe unë që jam dalë përpara jush, është që unë nuk mund t'ju bëj juve që besoj. Madje një nga ato si thua brengat e mia ose lutjet e mia që sinqerisht duhet t'ja bërja Perëndisë është e bëj shpesh me pyetjen çfarë duhet të bëj unë ose çfarë duhet t'i them unë këtij personi që të vi të dëgjoj për Zot. Çfarë duhet t'i bëj unë? Problemi është fillon sepse u them çfarë duhet të bëj unë? Çfarë duhet të them unë? Jo që të lejojmë Perëndin pra që të bëj punën e vet. Dhe këtu qëndron e gjithë problemi me gjithë secilin prej nesh. Shpesh herë në problemet me shqetësimet tona, unë nuk i se kam përgjigje problemeve të shqetësimit. Madje mund ta gjej veten duke më kritikuar, madje unë mund ta gjej edhe veten time duke e kritikuar, duke thënë, po ke të drejtë. Po nuk e ke provuar këtë lloj peshe, këtë lloj problemi, këtë lloj shqetësimi, këtë lloj vujtje. Po është e vërtetë, edhe po mund të jetë e vërtetë, që se kam kaluar këtë. Por ama diçka që është e rëndësishme që gjithë secili prej nesh duhet ta kuptojë dhe duhet ta di, është që neve do të vimë një ditë përpara Perëndisë. Edhe shumë njerëz zgjedhin në mënyra të ndryshme. Neve besojmë dhe mendojmë që Bibla është fjala e Perëndisë. Tek Isaia kapitulli 29 vargu 13, nëpërmjet profetëve Perëndia po kërkonte zemrat e njerëzve. Po kërkonte që njerëzit të ishin të sinqertë, të ishin të drejtë për drejtë, të mos bënin pra gjëra për të duhur. Pra ashtu në realitetin se si janë në të vërtetë, ashtu dhe duhet të paraqitemi përpara Perëndisë. Jo të shtiremi, jo të zbukurohemi, sepse Perëndia din shumë mirë kur jemi të mirë, kur shtiremi edhe kur jeni vetveti. Ndaj Perëndia që në kohë të lashta le të themi me Isain po thotë, meqense ky popull i afrohet mua me gojën e tij dhe më nderojnë me buzët e tyre, zemra e tyre është larg meje. Jezusi thotë të njëjtën gjë sot për ne. Ai nuk kërkon performancë, pra, të performojmë sa më bukur, por kërkon që neve të vimë tek Perëndia me zë. Dhoma e fshet çfarë simbolizon? Nga hebraishta e vjetër, tameon, dhomë e brendshme, siç e dimë ne, magazin, vendi i fshehur nga sytë e botës. Mund të edhe për shembull shumë njerëz ose shumë familje, shumë shtëpi mund të kenë edhe botrume, edhe vendet e tyre të fshehta që zakonisht ndodh që neve e përdorim për të mbledhur gjërat që si përdorim më. Edhe më e bukur ajo është që ato gjërat që si përdorim më, neve duam që t'i kemi aty, edhe pse nuk i përdor. Le të jenë aty. Perëndia pra nafton në shkotët në atë dhomën tënde të fshehtë edhe foli Perëndisë. Pra Jezusi nuk flet vetëm për gjeografi, ai flet për gjendjen e zemrës. Ai kërkon që gjithë secili prej nesh, prej njerëzve të jenë në zemrën me Perëndin, ta kërkojnë Perëndin me zemër. Dhoma e fshehtë është pra një metaforë për hyrjen e brendshme. Vendosja e vetes përpara Perëndisë, pas një mask, pas një rol, pas një audiencë. Jo si farisejnë që kërkonin kur luteshin ata madje vishnin edhe ato rrobën e tyre, si priftërinj ose si drejtues të dhomave të ndryshme, si mund ta themi ne, të zyrave të ndryshme. Edhe kur shkonin në tempull për ta adhuruar Perëndin, ata i bënin lutjet e tyre si ligjërata, pra që ishin me fjalë të mëdha. Perëndia nuk kërkon. Perëndia kërkon qetësimin ton, aty ku na dhem neve më shumë. Thuaja Perëndisë. Problemi tjetër i rëndësishëm për ne është që është sepse kur neve lutemi, dy gjëra që kam vënë re është që neve e bëjmë lutjen ti themi hajt po ja them edhe herë Perëndisë. Ta lë dhe vendin këtu, ta bëj vendin e plotësuar, pra që unë po i lutem Perëndisë. E dyta është që kur neve lutemi Perëndisë, sepse neve zakonisht kur shkojmë në lutje, neve shkojmë në lutje për nevojat tona, për problemet tona, për shqetësimet tona, dhe neve lutemi në mënyrë të tillë që ato gjëra janë pamundura për ne, edhe shkojmë te Perëndia dhe kur lutemi themi, po si do ta bëj Perëndia këtë gjë? Nuk e di, u ka ndodhur kjo apo kur luteni për problemet, shqetësimet tuaja, sepse ti vetë nuk po gjen dot zgjidhje. Po si do ta gjej Perëndia zgjidhjen? Edhe lutemi në këtë lloj mënyre. Pra kur hyn në dhomën tënde, të brendshme në zemrën tënde, ti aty mund të qash pa të ardhur tu, pa u ndier keq, pa të menduar se do ta hulesh veten tënde përpara të tjerëve, pa menduar se njerëzit e tjerë do të ofendojnë ty. O shoqësi, ç'a burri qefa ky? Për shembull për meshkujt në përgjithësi, do të thonë nëse një burr do të gjunjëzohej duke u lutur dhe ti lutesh Perëndisë, ata do të thonin, o ç'a burri qefa ky që gjunjëzohet. Që ça? Por përpara Perëndisë jemi në këtë lloj mënyre. Pra, pa patur frikë dhe ti do të qëndrosh përpara Perëndisë edhe në hesht. Psalmi 22 vargjet 1 dhe 2 na thot: Perëndia im, se më ke braktisur, se më rri kaq larg.
dhe nuk vjen të më çlirosh. Duke dëgjuar fjalën e ofshamës sime, o Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën, unë nuk rri në hesht. Psalmet në fakt janë lutje brutale, të çiltra, intime me Perëndin. Pra janë përtej çdo imagjinate të mundshme për gjithë secilin prej nesh. Neve kur mendojmë të jemi përpara Perëndisë dhe të vimë përpara Perëndisë, ne duhet jemi. Asnjëri prej nesh nuk mund ta bëjmë dot që të bëj diçka përtej çfarë thot zemrave. Unë shpesh herë me djalin tim të vogël e ka madje vjen edhe çudi, sepse neve jemi mësuar që ti urdhërojmë, ti ngrem zarin, edhe për shkak bëj këtë gjë, por shpesh herë e gjej çdo herë në fakt, që kur do që desha unë që t'i vesh një palë rrobe që më pëlqejnë mua, ai nuk pranon. Madje nuk pranon të dalim nga shtëpia. Pra, edhe ti thua, po ke një palë rrobe, e të më bëj mua, mos më bidhet mua. Pra, desha të them që edhe një fëmijë të vogël, ne nuk mund do ta imponojmë dot të bëj diçka përtej vullnetit të tij, përtej dëshirës. Ndaj te Perëndi, por imagjinoni këtë, që bëjmë dhe krahasimin ton. Perëndia i madh dhe i plot fuqishëm vjen tek gjithsecili prej nesh në këtë lloj mënyre edhe të bën pyetje. A dëshiron që të jesh fëmia im? A dëshiron që të qas problemet e tua, shqetësimet e tua me mua? Sepse shumë njerëz mund të vinë me këtë ide. Kujdes pra kur neve bëjmë lutjet tona. E para është që neve duam ta bëjmë, hajde ta bëj kështu check. Domethënë që po e plotsoj dhe këtë si kriter. Pra po lutem te Perëndia, edhe e dyta është që bëjmë pyetjen, po si do ta bëj Perëndia? Pra Perëndia duhet ma tregoj mua se si bëhet, pastaj ta bëj. Sepse deri në këto momente neve kemi bërë pyetjen si bëhet, dhe është e pamundur, nuk e bëjmë dot. Tu që ndron problem kryesor me gjithë secilin prej nesh. Edhe një herë nuk jam për të dhënë përgjigje, sepse nuk kam përgjigje as për lutjet e mia, por ama di diçka që kur jemi lutur me gjithë zemër dhe e kemi lënë Perëndis aty, Perëndia kujdeset. Ai e merr përsipër dhe e bën dhe e trajton ashtu siç. Jeni vënë re me fëmijët kur kërkojnë diçka, kur shprehen ato dëshirat e tyre, nuk mban derisa ajo t'i plotëson. Ka ndodhur si me djalin e madh edhe me të vogël. Ti mban ligjërata dhe mban fjalinë dhe duke menduar që tani jam mbusha mendjen, edhe ai në fund që thot, mirë ke ti, por mua kjo gjë më duhet. Dhoma e fshet pra, nuk është për vendin që lutja të rrumbullakoset të bëhet e bukur, të bëhet e mirë, të shpalosim ato fjalimet tona më të bukura. Por lutja është dhe bëhet e vërtet në dhomën e fshet, ashtu siç është. Ku njeriu vjen përpara Perëndis me plagët e tij të hapura, me dyshimet e tij, me dëshpërimin e tij, pikërisht aty, në ato çiltërsi, Perëndia takohet me njeriu. Edhe kjo është hapi i parë, ose kjo është një nga ato hapa dhe inkurajimi që Perëndia na kërkon gjithsecilit prej nesh të kemi, dhe hapi i parë që duhet marrim, të shkojmë përpara Perëndisë me çik. Neve vetë si njerëz ofendohemi kur njerëz të ndryshëm vinë në prezencën tonë, në shoqërinë tonë, në punën tonë, ofendohemi kur ata njerëz janë të shtirë, kur na marrin me lajka për shkak të punës tonë, për shkak të profesionit tonë, për shkak se do të marrin diçka. Edhe japim ato, le, se e diun për çka ka ardhur. Se preu malli për mua. Neve vetë lodhemi, sepse edhe vetë si njerëz, pra ju kujtohet që në fillim që neve kërkojmë që të falim dashuri edhe të marrim dashuri. Ky është qëllimi ynë primar. Edhe në fakt tu ndodh problemi më i madh që neve shpesh herë mashtrohemi me këtë lloj shtirjesh të ndryshme, me këtë lloj sjelljesh sipërfaqësore, edhe e humbasim këtë. Por e vërteta është që ne çfarë kërkojmë vërtet është pikërisht kjo dashuri, ngrohtësi, miqësi të vërtetë. Edhe në kudo në jetë pra, neve ndihemi keq. Por imagjinoni Perëndin, me Perëndia, Psalmi 139 ma thot, unë e di thot, psalmisti thot, Perëndi thot, ti e di thot se çfarë fjalësh janë në gojën time, ti e di mendjen time, ti e di përpara se fjalët të dalin nga goja ime, ti e di se çfarë unë do të them. Imagjinoni që Perëndia e din se si ti ndihesh, se si çfarë do të thuash, edhe përsëri thot, a dëshiron që të jesh të vish në prezencën time? Pra ati ynë që sheh në fshetësi, ai që sheh dhomën e fshet nuk është inspektor. Është një baba që dëgjon me vëmendje sepse e don fëmijën e tij. Unë tani kam mësuar një virtyt, virtyt, si më ka thënë. Kam mësuar ose kam marrë një mësim. Kam marrë një mësim për që madje edhe kur fëmijët bëjnë lajka, kur fëmijët qajnë me ankon dhe ngatrojnë dëshirat e tyre me nevojat e tyre, unë përsëri kam mësuar që të dëgjoj me vëmendje edhe të mundohem që të ndaj që kjo është një nevojë që më të vërtet fëmia im e ka. Perëndia është i tillë. Perëndia e din shumë mirë kush janë dëshirat e tona, kush janë tekat e tona, edhe përsëri është në gjendje e ndan kush janë nevojat e tona. Madje kur ne lutemi për dëshirat e tona, Perëndia na mbush ose na përgjigjet me nevojat tona.
për lutje do t'ishte ku ti të caktoje një kohë, ku ti të gjeje një vend të qetë për lutje. Një mënyrë do t'ishte që të lexoje nga shkrimet, nga fjala e Perëndisë, edhe pastaj ti ishe i çiltër përpara Perëndisë. Madje siç mund të kohemi neve bashkëshortëve tona, po më dhem kurrizi këtu, po më dhem aty. Dhe pastaj që bashkëshortja që thotë çka? Po se unë mësova me këto ankesat e tua. Nuk e gjë, po çau, mirë kam. Ashtu neve duhet vim dhe përpara Perëndisë me këtë lloj çiftërsie, me këtë lloj pa patur frikë që neve do ti Perëndia do na bjerë në qafe, nuk do na dëgjojnë, por në të vërtetë Perëndia na dëgjon, madje nuk do na turproj, madje Perëndia është i gëzuar që të dëgjojë gjithë secilin prej nesh. Kemi profetin Elia që një zër, ai dëgjoi një zë të qetë, të butë, kur ai ishte duke u përpjekur ose që të dëgjonte zërin e Perëndisë, erdhën zhurma stuhitën dhaja dhe ai thotë që në këtë lloj mënyre do vi Perëndia. Në fakt Perëndia erdhi në një mënyrë shumë të qetë, edhe shumë të butë, edhe shumë të dashur. Dhoma e fshehtë është një mënyrë shumë e mirë për transformimin e karakterit tonë. Na ndihmon ne që të jemi më të çiltër. Për mos të thënë pastaj që ndihmon edhe për uljen e stresit. Sepse ti flet, komunikon me Perëndinë dhe vazhdon që të tregosh vendin ku je në ato momente. Dhe dëshiron që Perëndia të bëhet pjesë e jetës tënde çdo ditë. Madje nëse ti e praktikon, nëse ti do ta praktikosh në fakt, le të shprehem në këtë mënyrë, nëse ti do ta praktikosh për një muaj, kujdes se do infektoheni keq dhe do ta vazhdoni, do të kërkoni gjithmonë që ta keni këtë si pjesë të jetës tuaj. Ashtu siç mamaja ime më mëron po thoshte, në fakt po ankohesh nga babi se ky tha më bëri tha që pija kafe tha, edhe tha ngela pa gjumë. Ky e ka fare. Mi mamani thash bëheni të holl kafe tash sa për të ndier erën e kafes tash edhe po edhe këti tha ky kafe të holl ta pi tha sa për kështu tha e ka tha se bën si fëmijë tha që ja tha mori po pi tha për me biberonin. Edhe mjafton ajo hera e kafes pra që po pi kafen, edhe po i thua trurit tënd po pi kafen. Edhe kështu do të bëhet edhe lutja jote pastaj me Perëndin. Shfaqeni lutjet, shqetësimet tuaja Perëndisë. Perëndia, kur ti i lutesh Perëndisë në shqetësi, ai do të shpërblej në publik. Ky është realiteti. Ka shumë shembuj të ndryshëm që njerëz të ndryshëm janë lutur edhe në kohët tona, ku jetojmë neve, kur janë lutur me gjithë zemër, kanë marrë përgjigje. Gjithë secili prej nesh ka këtë lloj armë të fuqishme ku të kërkoj që të ketë një bisedë me Perëndinë. Edhe kjo mund të ndodhi në çdo moment të jetës tuaj, të ditës tuaj, në vendin ku jeton. Perëndia të dëgjon. Ndërsa ne do e mbyllim këtë mësimi, unë dëshiroj pra pikërisht me t'ju inkurajoj që ne ta kërkojmë Perëndinë tonë me gjithë zemër. Ne asnjëri nuk mund na imponojë ne që të zgjedhim të kërkojmë Perëndinë. Kujdes, Perëndia nuk kërkon fetar. Perëndia nuk kërkon performancë. Perëndia nuk kërkon aktor që ta aktorosh, të aktorosh sa më mirë, por të kërkon që ti të jesh i vërtet me zemrën tënde ashtu siç je, ashtu siç paraqitesh çdo ditë. Paqja dhe hiri Perëndisë me gjithë secilin për ju, Zoti ju bekoft, Zoti ju rujt.